për përmbushjen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po planifikon që të implementojë inteligjencën artificiale në lokalet e pjesshme të nëntorit. Në tryezën mbikëqyrja e digitalizimit në procese zgjedhore, drejt konvergjencës midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, kryekomisioneri Lirian Celibashi shpjegoi se përfshirja e inteligjencës artificiale do të ndihmojë në numërimin e votave. Identifikimi biometrik është aplikuar në mënyrë të vazhdueshme në 100% të qendrave të votimit në të gjitha zgjedhjet pasuese, si ato të përgjithshme ashtu dhe ato të pjesshme. Ndërsa votimi elektronik është akoma në fazën e tij pilot të zhvillimit. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave. Ambasadori BE në Tiranë Silvio Gonzato pranoi se përparimi i teknologjisë dhe përfshirja e saj në zgjedhje ka sjellë më tepër transparencë në proces. Digitalizimi po sjell ndryshime në mënyrën se si njerëzit e shohin demokracinë sot, ndërsa po sjell gjithashtu edhe më tepër transparencë politike. Ne mbështesim plotësisht proceset elektronike të ndihmuara nga AI që ju përshtaten standardeve të BE-s. Më në nëntor, qytetarët e Vlorës, Beratit, Tepelinës, Matit dhe Cerrikut do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e bashkisë.